antarësim në Bashkimin Evropian. Shkaku i problemit që ka shkaktu në Banjska me ndihmën e shtetit të Serbisë. Prandaj, këto gjona na i kemi te i kalume. Kosova i ka institucionet e shumë të forta, ka ushtrinë e vet, e ka policinë e vet, edhe i ka institucionet e sigurisë ndër më të mirat në rajon. Në të njëjtën kohë kemi NATO në Kosovë. Rreziku nuk ka kalu në Kosovë. Është marrëveshje e NATO-s. Nuk ka kalu rreziku. S'ka kalu rrezikun në Kosovë. Po e thash pak më herë. Nuk kemi rrezik me to. Kjo është politikave. Siç thotë kolegi Joni, kjo është propagandë. Pa marrëveshje edhe pa koordinim me partnerët tonë. Këtë veprime që i ka bo Albin Kurti, në fakt ato i kanë shku në favor shumë a shumë Serbisë. Vazhdimisht. I ka dhonë argument Vučićit vazhdimisht, po i ka dhonë argument Vučićit gjithmonë me veprimet e tij që për Serbë në Kosovë janë shkelur. Apo mos me pas intervenu në Banjska? Jo, për Banjska nuk jem të përmend. Banjska o këtë tjetër sen. Po çka? Në cilat të folë për veprime tjera. Ku e din ti që pa koordinim? Sot e ki ton kohën del thotë ja asociacioni janë jo zbat jo bot, an fakt ka nisë më implementua ajo, tha vet ai Sorensen. Ani dhe në qoftë se është në interes Kosovës të implementohet. Jo, të gjithë liderët më herët kanë thonë që me rajt, mos del me rajt ky më thonë. Unë nuk kisha thonë që është rajt. Del ran. Do kohën del po i ran njerëzit. S'ka asociacion, s'ka a këtë gjanat janë të shkuën, domethënë janë të implementu. Marrëveshjet që për mendimin tim janë shumë më dëmshme se ato përpara. Mentor, tash jeturon në kontradikt me veten. Në qoftë se marrëveshja